Keni dëgjuar ndonjëherë kur thuhet më kanë bërë magji, ose asaj, ose ati kanë bërë magji? Ndiqeni këtë histori, sepse është vërtet e çuditshme. Kush është rastësisht i bëj like faqe si shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi prerë këtu bashkë. Para disa ditësh, teksa po bisedoni me disa shok duke pirë kafe, njëri nga ta na tregoi një histori, bile edhe u mall një gjye gjatë tregimit që bëri. Vllai i tij, kur ishte 27-28 vjeç, ai dashuronte një vajzë dhe e donte kaq shumë sa donte ta martonte. Mirë po, e ëma, që nuk jeton më tani, e ëma, pra nëna e djalit, thuhet që, si thot shoku im, thuhet që i bëri magji. Po. Dhe çfarë bëri? Magjin që bëri shkoi tek, sepse edhe jo vetëm ajo që dinte të bënte magji, por shkoi tek magjistarja më potente, më fort që ishte në atë kohë. Dhe shkoi deri në Bari. Dhe pasi mori ato çfarë mendonte dhe çfarë kishte, i futi djalit në kostumin që ai kishte bler, sepse bleu një kostum, ai vendosi që ta martonte vajzën. Tani kush ishte problemi? Problemi ishte që vajza vinte nga një familje varfër dhe nëna nuk donte, si bësh atëre, duhet të martosh atë që të themun. Nuk kishte dashuri atëre. Dhe mi po ndodhin pastaj ngërdheshje mes fëmijëve, prindërve e tjerë. Dhe nuk flisin më mes njëri tjetrit. Pra as djali, as nëna nuk i fliste njëri tjetrit. Dhe ai vendosi që ta martonte, shkoi dhe mori një shtëpi me qira, përpara se të martoi, sepse ku do rinin, dhe shkoi dhe bleu kostumin. Mirë po, ajo gjeti mënyrën me anë të shoqit, sepse i shoqi, pra baba i djalit, kishte relata me të birin, ajo me anë të shoqit i mori çelsin dhe shkoi tek shtëpia dhe i futi në atë kostumin që kishte bler, i futi magjin. Pra i futi atë që kishte vendosur ajo ta bënte, ja futi tek xhepi i vogël i kostumit, tek xhepi i vogël këtu. Dhe jo vetëm kaq, por çfarë bëri? Ajo gjeti mënyrën dhe gjeti një nga familjarët që nuk e donte, atë vajzën, gjeti një nga familjarët tezen, dhe i tha tezes, nuk doja ta thosha, i tha tezes që çfarë të bënte tek kostumi, tek veshja e nusërisë së nuses, dhe i çoi diçka asaj, brenda tek veshja e nusërisë. Kur shkuan këta, se çudia ku është, ajo që unë zbulova, sepse mund të flas kushdo, por unë mundohem që të zbuloj diçka të vërtetë. Dhe kur fola me disa të moshës së tij, sepse tani është ai rreth 60 vjeç, ky zotëria që u dashura me të vajzë, në atë kohë fola me disa dhe më thanë që po, është e vërtetë, kur ai u prezantua ditën e dasmës, pra gjatë ceremonisë në kish, nuk kishte më zë. Zëri ishte zhdukur që në 5 të mëngjesit, 6 të mëngjesit, kur ai u çua, sepse se zuri gjumit shkretin, nga emocionet nga të gjitha, u çua shpejt në mëngjes, sa u la, u pastrua, u rregullua, nuk kishte zë. Është çudi. Nuk kishte zë. Pra ju bllokuan kordat vokale, kordat e zërit. Dhe ai nuk kishte kohë që të shkonte atë ditë të pyeste se çfarë problemesh kishte. Por meqense i erdhi ky problemi në zë, ai vendosi që t'i thoshte vetëm t'jatit. Jati s'dinte gjë i shkreti, dhe i tha merr ndonjë çaj, ndonjë gjë, pas bëri asgjë. Por kur shkuan përpara priftit në kish, nuk mundi që të thoshte asgjë. Nuk mundi që të thoshte po, e dua. Por i tha vetëm një shenjë, bëri vetëm një shenjë që tha, ok, jam dakord. Çudia e kësaj historie është që me kalimin e kohës, ai u keqësua. Nuk është se u përmirësua nga zëri, teksa pastaj vendosi që të bënte një vizitë. Kur shkoi bëri vizitën, kishte një tumor në fyt. Po. Dhe e çuditshmja e kësaj historie është që tumori, po si drejt që e mori, ishte vetëm në ditën kur ai përpara se të martoi. E zëm që ishte një koincidencë. Dakord. Kaloi kohë. Dhe ç'bën këta? Kishte dëgjuar ky, sepse vllai i tij, ky që na i tregoi, ishte i vogël në atë kohë, por kishte dëgjuar që bëheshin edhe magji, dhe ndoshta më kanë bërë magji, tha. Dhe ç'bëri? I thanë që ishte një grua që bënte magji dhe hiqte magji. Dhe tha ky, ok, do shkoj.
dhe i thanë, në periferi, kjo në periferi të Romës, këtu, i thanë që ajo më e forta është në Bari. Ku shkoi ai? Tek ajo që i kishte bërë magjin. Po ajo nuk e dinte që ishte ky. Dhe kur shkoi që ajo ja hoqi magjin, edhe u çudit edhe ajo se si ju hoq magjia me njerë. Si ju hoq magjia? Ajo bëri një rit, i tha ti do rish sot dhe nesër, tha, dhe pas nesër në darkë, sepse duhet kalojnë, tha 12 orë, në çdo 12 orë duhet ta bënte. Kur të kalojnë, tha 12 orë, në çdo 12 orë bëri të para, bëri të dytë, ndonjë aty e ina, dhe pas 12 orësh bëri dhe ritin e tretë. Dhe kur bëri ritin e tretë, ajo u çudit se si iku, me fjalë ishte më i pastër zëri dhe ishte më mirë. Kur shkoi bëri vizitat, tumori ishte zhdukur komplet. Tani çudia ishte që disa thonë që e kishte bërë dhe me lutje, ky lutej pothuaj çdo ditë shkonte në kishë, po sidoqoftë, unë po them gjërat reale, që atij u zhduk tumori, ky është fakt, nuk është se e them unë. Me një fjalë, e thon shokët e tij, e thon familjarët që ai kishte tumor në fyt dhe u zhduk. Po nuk mbaron me kaq, sepse kur ai shkoi dhe çoi, sepse nuk ju tregova rastin që ai pse mendonte që ishte magji. Ai kur shkoi dhe çoi kostumin për ta larë, gjeti ata të lavanderisë, gjetën atë që kishte në xhep këtu. Mirë po, e hoqën edhe çuan aty. Edhe i thanë që ishte një diçka e mbështjell, me flokë, me gjë e bardhë, po ishte bërë në ngjyrën gri ajo sepse kishte kohë. Dhe sepse kaluan disa muaj derisa ai e veshi sërish kostumin dhe shkoi talante, derisa talante. Pra ndodhi por thuaj për një vit kjo gjë, pas një viti që ai hoqi atë që kishte në xhep. Dhe çuditërisht pas një viti i u zhduk edhe tumori, kanceri që kishte në fyt. Tani çudia e kësaj çfarë është? Që kjo zonja, pra kjo vajza, sepse ata u martuan, kanë edhe fëmijë, kjo zonja, pra vajza që u martua, donte që të jepte fustanin e nusërisë vajzës, sepse kanë 3 fëmijë. Dhe vajza që do martohej, që mos të merrte një veshje tjetër, i tha do t'jap kostumin tim, tha jo se nuk bëhet, ajo normal që të gjithë duan që të ketë diçka të re, por vajza ju bëj qefi shumë sepse ishte e do shumë të jemën, dhe ju bëj qefi që do t'jepte këtë fustan. Dhe shkuan që ta merrnin aty ku e kishte ajo, në atë garderobën që e kishte, fustani kishte futur në një qese, por në ato qeset e zeza. Nuk e di keni para ato që futen brenda në zezë. Me një fjalë, komplet e zezë që nuk duket. Ajo shumë rrallë e hapte atë fustanin, por e hapte vetëm kështu për të marrë pak ajër, aty me zinxhir, vetëm nga larg. Me një fjalë, ajo e lau atë ditë dhe kaq. Nga larja, poshtë në fund, kishte disa gjëra që dikush thot që është bërë nga larja, dikush thot po mund të bëhet nga larja, sepse kur e çon lavanderi ata e lajnë shumë mirë. Kështu që ai thot ajo e lavanderisë që dikush ka hedhur diçka aty brenda. Pra tregohet që kishte disa një gjë të mbështjellë, disa fije, nuk e di çfarë ishin, ca barishte apo ku ta di unë, dhe kishte edhe një nastro të kuqe, një cop nastro të kuqe që e kishte lidhur këtë gjën. Mirë po, kjo veshja e nusërisë duhet ishte bërë kuqe, se në qoftë se, në qoftë se ajo do linte pak boj, ajo nastro e kuqe, por jo kështu si punë e kësaj, si quhet, me qenë se jemi këtu, si punë e kësaj, vishnje, si quhet kjo, nuk më vjen tani, më falni, një ngjyrë e tillë, këtu është plot me këto tani, një ngjyrë e tillë, me fjalë ishte bërë, Leila, si i thonë, sepse dikush thot që i kishte, me fjalë, mori ngjyrë të tillë, në fund fare, tek rreshti i fundit, se ajo nuk e shihte, se ishte poshtë, kishte marrë një ngjyrë të tillë. Madje brenda gjeti edhe pënd të zeza, që sipas gjasave ishin pëndët e një korbi. Po pënd të vogla, jo pëndët e mëdha, pënd shumë të vogla, nga ato që janë gjithmonë të zeza, por ato që ka sipër sipër supeve. Pra jo ato të gjatat që ka në krah.
ky është një fakt sepse tregohet që e ka thënë dhe vetë kjo nëna, me fjalë zonja që u martua dhe që kishte këtë kostum. Tani ky djali, ky që na i tregoi, kaq emocionuese ishte, sa që kemi ndënjur mbi 40 minuta, e kemi dëgjuar, nuk fliste asnjëri, të gjithë kemi ndëjtur kështu, dhe ai u emocionua. Sepse me kalimin e pas 5 viteve, 6 viteve, e ëma vdiq. Dhe një ditë, pas 5 viteve akoma, vdiq edhe jati, kështu që pas 10 vjetëve vdiqën të dy. Dhe ky kur vdiq jati ishte i vogël, ishte 13-14 vjeç. Jo, më shumë ishte, më falni. 13-14 vjeç kur vdiqe e jema, pas 5 vjetësh ishte 19 vjeç, po thuaj. 13 vjeç, po, 13 vjeç kur vdiqe e jema, dhe 18 vjeç kur vdiqe jati. Dhe në fund fare nuk në njëri thot në njëre, ti nuk i bën llogarit mirë. Shiko, se duke treguar një histori, unë e bëj one shot që ose keni dëgjuar, nuk është se ndërpres videot, dhe ndonjëherë për të bërë llogaritje duhet pak kohë të llogaritesh, po jo se nuk e di mirë matematikën. Por nuk di ditët e tij dhe vitet e atij djalit, me fjalë me saktësi. Kështu që ndaj po bija llogarin. Megjithatë, po thosha që është e çuditshme se si ai nuk besoj që ai mund të thot budallëqe, sepse nga këto tregime kemi në çdo familje, në çdo vend. Bile unë do t'ju sugjeroja që kur ka probleme të mëdha për shembull brenda një çifti ose brenda një familje ose edhe të një njeriu, unë mendoj që diçka negative ka aty brenda dhe është mirë që të kërkoni që të gjeni të vërtetën, sepse mund të ketë me të vërtetë diçka. Shiko, edhe pse na duket si budallëk për shembull dikujt, por kombinimi i fjalëve sjell fatkeqësira ose ajo që ne quajmë si magji është kombinim fjalësh, kombinim barnash, kombinim nga të gjitha ato, sepse çdo gjë është alkimi. Dhe unë jam i bindur që këto ndodhin. Pastaj, ka me miliona fakte, nuk është se e shpikëm sot dhe themi sot në hama se janë, nuk është e vërtet që ne e shpikëm këtë. Këto janë gjëra që kanë ndodhur me miliona herë të gjithë njerëzve në mbar botën. Kështu që do t'ju pyesja edhe juve, në qoftë se keni fakte të tilla në familje, në qoftë se edhe ju gjeni vende ku me të vërtet ka një energji negative. Për shembull, ka disa shtëpi që kanë energji negative, se edhe ti sa e ndryshon vendin, shkon diku tjetër, është më mirë, jeton më mirë, në paqe. Ose çiftet, pa e menduar kështu, në një moment caktuar fillojnë dhe zihen me njëri tjetrin, grinden, në familje nuk ka qetësi, nuk ka paqe. Kështu që energjia negative ekziston, nuk është se e themi sepse duhet ta themi. Jo, ekziston, është reale. Ndaj ndonjëherë them që është mirë që të kontrolloni veten tuaj, të kontrolloni fëmijët, të kontrolloni shtëpinë apo ku ta di unë. Dhe pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument? Pra për magjit në përgjithësi. A u ka ndodhur në një fakt i tillë? A ndodh ose nëse ndodh, si e keni gjetur mënyrën që ta largoni? Ka disa teknika. Për shembull, teknika e parë është të largohesh nga vendi. E dyta është ta gjeni, nëse jeni aty, ta gjeni se s'bën, të kontrolloni gjithandaj që ta gjeni. Të gjitha këto, nëse gjeni objekte të pa kuptueshme, është mirë që t'i digjni, vetëm flaka i djeg. Pra gjëra kur e djeg, çdo gjë shkon mirë. Tjetra, nëse her pas here duhet të luteni. Duhet të luteni aty ku gjendeni, në shtëpi, në punë apo në vendin ku ju jetoni, duhet të luteni sepse lutja është tepër e rëndësishme, emeton energji. Duhet të pastroni me ujë, me krip, ose edhe me gjethe barnash, si për shembull me rozmarin. Duke djegur rozmarinën që njërë kaq kohë, djeg rozmarinën e thatë për shembull, brenda dhe bën tym. Tymi largon. Rozmarina është ajo me thjeshta, po ka dhe gjëra të tjera. I lë dritaret, dyre dritaret hapur dhe djeg ose largon shpirtrat e këqinj. Pra lutjet, rozmarina, larja me krip, sepse jodi është i rëndësishëm.
e tjerë, këto janë gjëra që pastrojnë. Dhe kjo është reale, nuk është se e them unë. Kjo është reale sepse ndodh për ditë dhe kush e ka bërë është efikase. Megjithatë unë pres komentet tuaja, kalofshi një ditë bukur.